Territori shqiptar për datën 6 prill 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të kthjellët dhe temperatura në rritje. Paraditja dhe pasditja do të jenë me diell në të gjithë territorin, ndërsa vetëm në zonat jugore priten vranësira të pakta kalimtare. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 20 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 8 deri në 10 orë me diell. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:09 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:18 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 11 deri në 20 gradë Celsius, Kukës 6 deri në 16 gradë Celsius, Peshkopi 7 deri në 15 gradë Celsius, Tiranë 13 deri në 19 gradë Celsius, Durrës 11 deri në 18 gradë Celsius, Kavaj 10 deri në 17 gradë Celsius, Elbasan 13 deri në 20 gradë Celsius, Berat 11 deri në 20 gradë Celsius, Korç 6 deri në 15 gradë Celsius, Vlorë 13 deri në 18 gradë Celsius, Gjirokastër 11 deri në 19 gradë Celsius, Sarandë 13 deri në 19 gradë Celsius,